Përshëndetje shikues të nderuar, jemi në qendrën e votimit Faj Konica në Prishtinë. Në komunën e Prishtinës, së drejt vote kanë rreth mbi 219.000 qytetarë në 54 qendra të votimit edhe një me kosht, ndërsa në këtë qendër të votimit të drejt vote kanë 5.273 qytetarë. Për orës 7 të mëngjesit ka filluar edhe heshtja zgjedhore, e cila do të përfundojë në orën 7 të mbrëmjes pas mbylljes së qendrës së votimit. Po shohim qytetarë teksa po hyjnë dhe po dalin për të ushtruar të drejtën e tyre të votës, të cilët të drejtën e tyre e kanë nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 7 të mbrëmjes. Tani ne po i pyesëm disa qytetarë se çka presin prej nga këto zgjedhje parlamentare. Shkojmë. Po, mirë shumë, mirë. Jo. Ndryshimi inshallah. Ndryshim. Se bashkë ladhen. Po vëllai, shumë mirë. Nuk po shqetënim që nga mëngjesi këtu afër, po s'po shqet që ka një problem. Shumë mirë po shkon, pra që të fitojnë njerëz që dinë me udhëheq shtetin, të që të formosë më shpejt qeveria dhe të kemi një jetë më të mirë. Po, shumë mirë. Jo hiç, jo ketë në rregull. Pak ndryshim. Unë haleja, anusja po, që unë kam 8 shkollë. Vetëvendose, numër 1.